për drejt një personalitet të shuar të historisë dhe mendimit akademik shqiptar, Ardian Muhaj, me rastin e shënimit të 81 vjetorit të gjenocidit grek kundër çamëve. Mirëmëngjesi Muhaj dhe faleminderit që jeni bashkuar këtij edicioni të veçantë për sot. Mirëmëngjesi dhe për gëzime dhe për përmendjen e tematikës. Faleminderit të shëndetësit të kemi kështu në lidhje të drejt për drejt apo në mënyrë virtuale dhe zotri Muaj, çfarë bën 27 qershorin një datë kaq të rëndësishme në kujtesën historike e të popullit shqiptar e veçanërisht të çamëve? Tani për fat keq duhet thënë se vetë data 27 qershor është jo e saktë, është e gabuar, sepse të gjitha ditët e vitit janë të njëjta në simbolik, pra genocidi nuk ka ndodhur me 27 qershor, por ka ndodhur gjitha ditët e vitit për gjysmë shekullit konkretisht dhe është vazhdon të mbulohet gjitha ditët e vitit edhe që nga 45-a. Kështu që një nga problemet tona në këtë këndvështrim është se nuk kemi investu mjaftueshëm në kujtesën historike dhe ata të cilët kanë investu në manipulimin e të vërtetës historike, të realitetit etnik dhe të asaj që ka ndodhur edhe në përmasin e ngjarjeve të cilat janë genocid, janë njoft edhe nga shteti shqiptar, nga parlamenti shqiptar si tillë, por nga pala greke nuk njihen si tilla. Dhe ne në përgjithësi, si palë shqiptare, si palë e dëmtuar në këtë rast, duket se kemi ra në kurthin e narrativës greke, sepse kemi kufizu genocidin vetëm në momentin final të tij. Pra në momentin e dëbimit të shqiptarëve të fundit. Mirë po ne harrojmë se ata të cilët u dëbuan, u vranë, u masakruan në verë vitit 1945, ishin ata të cilët deri në atë kohë kishin shpëtuar nga genocidi. Pra këta ishin të fundit, si thosh që kishin ngel. Dhe nuk mund të kufizohet një krim tek pjesa më e fundit dhe më pritshme pasi dihej, pasi ishte masakru dhe genocidu pjesa më e madhe e popullsisë shqiptare në Çamëri. Tani ajo pjesë që kishte mbetur ishte e pritshme që kjo do të ndodhte duke pas parasysh historinë e gjatë genociduese të shtetit grek ndaj shqiptarëve. Ky është një aspekt i kufizimit, paktën në aspektin kronologjik. Mirë po, dhe në aspektin ideologjik e kemi kufizu tek gjoja përballja me fashistët grek. Dhe pretendohet, paraqitet sikur vetëm fashistët grek ishin kundër shqiptarëve, kurse komunistat, socialistat, ku diun ato popullorët e tjerë, partitë e tjera, mendimet e tjera dhe rrymat e tjera greke, kisha, madje as kishën nuk e përshim, po e fusin vetëm tek fashistat, tek nazistat grek. Dhe kjo është një vetvrasje për ne si vetvrasje historike, sepse popullsia çame në Çamëri tashmë është genociduar, ata të cilët kanë shpëtuar për shkak të një qëndrimi nga ana e grekëve që i kanë nda shqiptarët musliman nga shqiptarët ortodoks. Praktikisht për shumë kohë shqiptarët ortodoks kanë qenë të kërcënuar në Çamëri, por në momentin që përfundojnë spastrimin, vrasjen, dëbimin e shqiptarëve musliman, shteti grek vendos gjithashtu masa represive ndaj shqiptarëve ortodoks të mbetur që e para të mos e përmendin, të mos identifikohen, e tjerë, që të asimilohen.
Pra, ka vazhdu edhe pas dëbimit të shqiptarëve musliman, ka vazhdu përpjekja për ta mbyll gojen, për ta mbyll, për ta shuar kujtesen dhe njëkohësisht për të, le të themi, pjesë e të njëjtit proces është edhe diskriminimi, asimilimi i shqiptarëve ortodoks të Çamërisë, të cilët turistat e sotëm shqiptar që shkojnë dhe habiten me që hasin në shqiptar autokton, që flasin shqip, që thonë se jemi shqiptar me origjinë e tjerë. Pa dyshim që sikur të mos kishte qenë kjo vazhdimsi e politikës agresive greke ndaj tyre, ata do të kishin deklaruar minoritet etnik në Greqi sot. Pra pavarësisht faktit se janë ortodoks dhe shteti grek i paraqet si më të afërt sipas ideologjisë së vet, por ata në kushtet e mungesës të represionit padyshim që do të ishin dhe do të deklaroheshin edhe sot si shqiptar, ashtu siç janë deklaruar siç e kanë njohur vetin për mijëra vite. Po si e shihni heshtjen ndërkombëtare të asaj kohe përballë një tragjedie aq të madhe? Tani, heshtja ndërkombëtare është reflektimi i pamundësisë, pa aftësisë dhe i kaosit ton të brendshëm, sepse sikur se e thash, ne nuk duhet të bim në grackën e kufizimit të gjenocidit në një stin caktuar, pra në verën e vitit 45, thosë se bëhet fjalë për një popullsi kalimtare aty, por është popullsi mijëra vjeçare dëshmuar që tek autorët antik. Pra, Thesprotia, Thiamis e tjerë është ka vazhdimsi të vazhdueshme të mirënjohur edhe nga vetë autorët e huaj, nga krejt edhe nga vetë grekët, pra një popullsi e cila për mijëra vite qëndron në trojet e veta, jeton, lulëzon, ndikon dhe bën histori, bën kulturë, lën trashëgimi. Nga viti 1912, dhe pra ne këtu kthejmë, genocidi në Çamëri ka filluar praktikisht, legalisht, në vitin 1912, edhe përpara shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Dhe ka mbaruar zyrtarisht në 45-ën, por vazhdon edhe tani efektet dhe veprimi përmes mohimit të tij, përmes vazhdimit të represionit dhe asimilimit të shqiptarëve ortodoks në Çamëri. Kështu që ka filluar në vitin 1912 me luftën e parë ballkanike. Ka qenë e mirë projektuar, ka qenë e mirë studiuar dhe e programuar me kohë që kjo popullsi të masakrohet, të zhduket, të dëbohet, të genocidohet. Rrethimi i Aninës në vitin 1912-1913, rënia e saj në 1913, në mars 1913 në luftën e parë ballkanike, është shoqëruar me akte tipike që përbëjnë element të spastrimit etnik dhe genocidit. Nuk mbaron me kaq. Edhe pas luftës së parë ballkanike, edhe pas luftës së dytë ballkanike, edhe pas vendosjes. Madje genocidi ose goditja më e madhe që ka ndodhur ndaj kësaj hapësire, sepse nuk kufizohet as në pjesën e Çamërisë ose në pjesën e jugut, siç e quajnë grekët, por në vitin 1914, në kohën kur Princ Vidi ishte në Shqipëri dhe pikërisht në verën e vitit 1914, ndodhin masakrat, ata që quhen, që praktikisht prap është me gjithë elementet e genocidit. Ndodhin ato që ne i reduktojmë, quhen masakrat greke në Shqipërinë e Jugut. Rrethet e sotme të Shqipërisë së Jugut tërësisht kanë përjetuar masakra, spastrim etnik, dëbim dhe janë
rrëfimet e refugjatëve të shpërngulur vetëm në zonën e Vlorës, që ishte nën administrimin italian dhe i kishte nuk si thush kishte një farë siguriet, por refugjatët shqiptar ose të dëbuarit shqiptar nga Shqipëria sotme politike, drejt Vlorës dhe drejt Tiranës, Durrësit e tjerë zonave që nuk ishin nën pushtimin grek, përshkruhet në shumë kronika. Korça, Përmeti, Kolonia, Tepelena, Berati, Gjirokastra, që të gjitha erseka kanë qenë nën sundimin, nën sulmin e vazhdueshëm të shtetit grek dhe të forcave paramilitare greke. Hormova, Panariti, Luarasi, Frashëri, Kreshova, qytetet vetvete janë dëshmi të qarta, dëshmitar okular kanë lënë, Kosta Papa ka lënë një libër 2 vite, 3 vite më pas, cilin ka botuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një shqiptar i emigruar, masakrat greke në Shqipëri. Zotri Muaj, më falni shumë për shkak të kohës së kufizuar që e kemi edhe minutazhet së kufizuar në këtë edicion. Tani më duhet t'ju falenderoj për gjitha informacionet që na i dhe dhe që e bëre të ditur edhe datën që nuk është e saktë dhe shumë informacione tjera që ndoshta dëgjues dhe shikues tanë nuk kanë pas qartë. Data është e saktë, po jo mjaftueshme. Po jo mjaftueshme e saktë, po. E qartë. Falenderojmë shumë edhe këtë herë nuk patëm kohë, po shpresojmë ndonjëherë më të pas edhe në studio pse jo edhe me diskutu edhe më gjërësisht. Faleminderit shumë, ditë mbar. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues e dëgjues të Alarmit, në këtë ditë rëndësishme është nder edhe kënaqësi e veçantë të kemi edhe